Sezoni që sapo u mbyll ishte më i miri në karrierën e Silvio Mercait. Sulmuesi i Sud Tirol shënoi 9 gola e dha 1 asist në këtë edicion në Serinë B italiane, duke ndihmuar ekipin që të siguronte mbijetesën. Ai ka edhe një vit kontratë me klubin e tij, por sipas Corriere dell'Alto Adige, klubi po mendon që të shfrytëzojë Mercain për të rregulluar bilancet dhe për të siguruar të ardhura për ndërhyrje në merkato. Ndaj, parashikohet që ai të shitet në merkaton e verës. Në skenë ka dalë që tani një klub i interesuar për të, pasi Vicenza, e sapo ngjitur nga Seria C, kërkon përforcime për edicionin e ardhshëm dhe sheh te Mercai një futbollist që mund ta ndihmojë për qëndrimin në Serinë B. Një nga emrat më të spikatur të këtij sezoni mes futbollistëve shqiptar ka qenë padyshim Ylber Ramadani. Mesfushori i kombëtares u kthye në një lider të mrifillt në radhët e Leçës, duke ndihmuar ekipin që të siguronte përsëri mbijetesën në elitë. Kjo bëri që Lecce të mos hezitonte që të rinovonte kontratën e mesfushorit kuqezi, duke aktivizuar klauzolën e zgjatjes së saj për një tjetër sezon. Por vazhdimësia e tij në klub tashmë është në dyshim. Tuttosport bën të ditur se një klub me mjaft emër si Torino ka kthyer syt nga Ramadani dhe po projekton një transferim të mundshëm të tij gjatë verës. Megjithatë, pengesë mund të bëhet edhe oferta që ka marrë ai nga Bundesliga gjermane dhe që mund të bëhet tunduese nëse Ramadani vendos të mbrojë kampionat. Albion Dramani duket se po bëhet gati për hapin e madh në karrierë. Sulmuesi i Spartës së Pragës mund të ndryshojë ekip, ndërsa Venetia në Serie A ka shfaqur interes. Kartoni i 25 vjeçarit vlerësohet 8 milionë euro. Vetë Sparta ndërkohë pagoi 5 milionë euro për ta transferuar nga Rapidi 2 vite më parë. Ramani vendosi rekord transferimi te Ballkani, kur trajner ishte Ilir Daja. Nga largimi i tij në vitin 2023 janë përfituar 1.35 milionë euro. 25 vjeçari rezulton të jetë një nga talentet më me emër që Superliga e Kosovës prodhoi në vitet e fundit. Tashmë duket se është gati për eksperiencën e radhës. E ardhmja e Mirlind Dakut vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në futbollin rus. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, i cili spikati si një nga lojtarët më të rëndësishëm të Rubin Kazan gjatë sezonit të fundit, raportohet se ka zgjuar interesimin e Lokomotiv Moskës. Sipas mediave ruse, drejtuesit e klubit nga kryeqyteti e konsiderojnë Dakun si një nga alternativat kryesore për të përforcuar repartin ofensiv gjatë merkatos së verës. Lokomotivi po përgatitet për ndryshime në skuadër dhe emri i sulmuesit kuqezi shihet si një zëvendësim ideal në rast të largimit të Dmitri Vorobjov. Megjithatë, një transferim i mundshëm mbetet i lidhur me zhvillimet që pritet të mbodhin në merkato. Burime pranë lojtarit bëjnë me dije por Panorama Sport se deri në këtë moment nuk ka asnjë ofertë konkrete në drejtim të Rubin Kazan apo vetë Dakut, pavarësisht interesimit që po qarkullon në mediat ruse. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe babai i futbollistit Fehmi Daku, i cili ka mohuar ekzistencën e ndonjë oferte zyrtare. Ai ka theksuar se sulmuesi ndihet i vlerësuar dhe shumë i kënaqur te Rubin Kazan, klub ku ka arritur të shfaq potencialin e tij maksimal. Por momentin, gjithçka mbetet në nivel interesimi, ndërsa Daku vijon të jetë i fokusuar te Rubin. Gjithsesi, performancat e tij të fundit kanë bërë që emri i tij të monitorohet nga disa klube të rëndësishme të kampionatit rus, çka lë të hapur mundësinë që situata të marrë zhvillime të reja në javët e ardhshme. Joe Nuredini është talenti i Genoas, të cilit sot i është besuar kontratë deri në vitin 2029. Kjo tregon edhe besimin e klubit të Serie A për talentin shqiptar. Nuredinit ju bë realitet një ëndër në moshën 18 vjeçare, pasi debutoi në Serie A. Edicioni u mbyll me makth, për shkak se këputi ligamentin e kyçëzuar anterior, ACL, në muajin shkurt, dhe më pas në mars duhet i nënshtrohej operacionit. Drejtori sportiv i Genoas, Diego Lopez, u shpreh: Genoa vazhdon të jetë një vatër talentesh, dhe historia e Joeit është një nga dëshmitë më të qarta të kësaj. Tani përgjegjësia jon është të ndihmojmë në rritjen e lojtarëve premtues si ai dhe ta shoqërojmë në mënyrën më të mirë drejt pjekurisë së plotë, edhe në momente të vështira si ky që po kalon. Jemi të bindur se do të dalë prej kësaj periudhe edhe më i fortë se më parë. Por filmën në kontratë reagoi edhe Nuredini. Ka qenë padyshim një vit i veçantë për mua, me debutimin në Serie A dhe më pas me dëmtimin e ligamentit.
Kjo zgjatje kontrate më jep motivim dhe përgjegjësi, si edhe më transmeton besimin e madh të klubit, i cili nuk më ka munguar kur me mbështetjen e tij. Mezi pres të rikthehem në fushë. Kujtojmë se trajneri Daniele De Rossi i besoi në debutim. Lojtari të kombëtares U19, ndërkohë do t'i duhen edhe disa muaj për t'u rikuperuar.